Briciapi. Jim Moran, i shenjës Briciapit, ka qenë një publicist amerikan i cili gjatë karrierës tij ka bërë performanca të çuditshme, të cilat s'kishin fare të bënin me profesionin. Për shembull, hypur mbi një dëm, hyri brenda një dyqan në New York, ose në një mullar me kasht kërkoi derisa gjeti një gjilpër që ja kishin fshehur për të provuar durimin e tij, e të tjera gjëra si këto. Javën që kemi përpara ti, i dashur dëgjues apo dëgjuese qofshe shenjës Briciapit, duhet të frymëzohesh nga ky personazh. Si pasojë, jo vetëm do të ndryshosh gjëra tashmë të rëndomta dhe të zakonshme, por do t'i krijosh vetes mundësinë të realizosh sa gjëra të cilat deri tani për ty ishin të paarritshme, ose për mungesë guximi, ose për mungesë durimi.